besimtarit i ndalohet shikimi i gjinis tjetër, i ndalohet shikimi të riut i gjitha femrave. Mirë po ajo një të cilën shpreson të zgjedh për bashkëshorte, i lejohet shikimi i saj. Sa ka të drejt të sheh atë deri ku? Deri në çfarë shkalle? Sipas xhumhurit, shumicës së dietarëve i lejohet që ta sheh atë në fytyrën e saj dhe në duart e saj. Pra e sheh fytyrën edhe duart, nën kupton, ajo paraqitet, ajo duket para atij të riu e mbuluar në veshjen e saj normale, shihet fytyra edhe duart e saj. A ka të drejt ma shumë se ka? Sipas mendimit të Imam Ahmedit, ka mundësi që ta sheh çdo pjesë të abdesit. Pjesët e abdesit mund t'i sheh. Sipas shumicës së dietarëve, mjafton shikimi i fytyrës dhe i duarve. Mirë, po në rastet të caktuara, nëse ka ndonjë tëmet apo ka ndonjë vërejtje dhe ajo duhet të dihet para martesës, atëherë ka mundësi ta sheh atë tëmet dhe pastaj nëse është në gjendje ta pranon në atë mënyrë apo jo. Mirë, po esenca është që shikohet fytyra dhe duart dhe kjo është e mjaftueshme.